dhe Partisë Demokratike të Kosovës, pra dhe të pamatur. Si e komentoni dhe a mendoni që ka qenë? Nuk e komentoj fare, ajo është një deputete, po e mundohet më ushtruar rolin që nuk e ka, sepse ajo është ushtruese detyrës, se pika e parë. Pika e dytë, nuk jem na me dhon alibi aty nëse vëdojnë me që vendin zgjedhje. Çka kish mujt me bëj Albelina Xheu? Kish me thirr, kish me bisedu për çka? Në president nga Zarfi, a din që kam bëhë këta për presidentën nga Zarfi aty feta e javë. E patën më ofertën, e patën 18 votat Lidhjes Demokratike të Kosovës. Moj me thonë që Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse kemë parti rivale, këtë opcionet e ka ofru. Dhe erdhëm në një situatë ku e poshnoj edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës me një ofertë barabart me partitë minoritare, edhe poshnoj edhe vetë kryetarën asaj partie, miku e jem që për Kurtin u duke nderi madh me zavendësu në herë kur shkon ai në banjë ose kudo që të shkon që ky me zavendësu sa të është kryeminist. Me thonë, një logjik të tillë nuk ka kërkon në botë. Që ne nuk e kemi shpik demokracinë. Ne ju kemi bashku dhe kemi kërku demokracinë. Demokracia është me bo marrëveshje politike për me qeverisë. Për me qeverisë, kë nuk i ka 61 votë si partie vetme. Ka bo marrëveshje politike me partitë minoritare e sërbe, e kam rri 61 votë, kur kush nuk po ja mohon në rezultatet. Gjithë po i thonë, krijo kryetarën e kuvendit, se ke marrëveshje politike me partitë jo shqiptare, krijo qeverinë. Për presidentin duhet marrëveshje politike me partitë tjera opozitare.